që i sjell probleme qytetarëve të komunës së Malishevë, sepse është i trajtuar dhe pa shtrati i pa hapur, edhe kështu që deri me tash nuk kemi pas ndonjë intervenim nga organet kompetente përkatësisht qeveria e Kosovës, sepse shtretërit e lumen vjen kompetencë të qeverisë, do duhej me një bashkëpunim lokal edhe me një bashkëpunim qendror që ta hapim këtë shtratin e lumit me rrugë, i cili tashmë po është shndruar në lum problematik. Mirë po, problemi tjetër është edhe sasia madhe e të rreshurave apo intensiteti i madh i shiut që ka rënë gjatë këtyre ditëve, me të vërtetë ka qenë e pamundshme që infrastruktura e Proskës dhe Lumeni të përballoj sasin normale të ujit. Kështu që kjo është problematika. Ndërsa për tjetër themelore kemi digën si një objekt i cili është shndruar në objekt problematik, sepse gjatë kësaj periudhe ka pësuar ndryshime dhe qarje, kështu që e kemi edhe aty jemi munduar që ta sanojmë dhe të intervenojmë që mos të jetë njëri prej katastrofave të radhës. Mirë, pra, se ju kam 3 kryetarë drejt për drejt, që të 3 po me konfirmoni që është problem kjo çështja e pronësisë të themi të pajtimi Samir pa bandera ku kam ishin kodlat për tokë. Shtretit lumeve, po e dëgjojmë dikë duke biseduar atje nga stafi. Zoti Kasrati, edhe ju po thoni që problemi është fakti që komunat nuk mund ndërhyjnë në shtretit e lumeve, apo? Jo, se Lumenjët dhe shtretit e Lumenive janë kompetencë të ministrisë respektive përkatëse në qeverinë të Kosovës, kështu që neve nuk na lejohet që të ndërhyjmë në shtretin e Lumenjëve, përkatësisht të bëjmë ndonjë ndërhyrje aty për shkak se është kompetencë me ligj e përcaktuar edhe kompetenca e ministrisë respektive përkatësisht qeveria e Kosovës. Kryetari Muharremaj, a ka